12 artist, piktor, karikaturist, skulptor dhe qeramist sollën për publikun vepra të ndryshme artistike të ekspozuara në një hapësirë që u kthye në pikë takimi për artëdashësit vlonjat këtë fundjavë. Të shumt ishin vizitorët, mes tyre dhe figura të njohura të artit dhe letërsisë, si shkrimtarja Helena Kadare. Sipas organizatorit arkitektit Arben Meksi, kjo ekspozit bashkon vepra arti, mendim dhe ndjeshmëri. Ne jemi një grup prej 12 artistës të qasjeve të ndryshme në art, dhe kjo e bën të bukur këtë art, sepse këtu shikon piktur, shikon skulptur, shikon keramik, shikon edhe karikator. Kur janë kështu grup janë edhe më të bukura, sepse nuk shikon vetëm një artist, por shikon disa. Edhe pse mjetet digjitale po e sulmojnë artin e bërë me dorë nga njeriu, është një art që nuk do vdes, sepse ky art përmban shpirtin dhe zemrën e njeriu. Në mbështetje të kësaj veprimtarie artistike ishte edhe kryetaria e Bashkisë së Vlorës, Brunilda Mersini, e cila vlerësoi rolin e artit në jetën kulturore të qytetit. Vlora në fakt është djepi i artit. Ne kemi nevojë për artin sepse në një moment ku bota i mungon ndjeshmëria, jeni ju, që diku me penel, diku me brush, e diku me frymëzime të tjera i jepni jetë emocioneve dhe shpirtit njerëzor. Ekspozita e grupit Muri mbetet një dëshmi e gjallë e dialogut artistik dhe energjisë krijuese që pasuroi jetën kulturore të qytetit të Vlorës.